ne bim dakord që vullneti i shprehur ke dy partitë kryesore nuk është vullnet për ndërtuar një reformë substanciale. Është një vullnet për llogari elektorale. Ka edhe, Kjo patjetër. është dhe kleçka në cilën ne kemi hyrë jo pak raste ku reformat janë ndërtuar me vullnetin e dy partive kryesore dhe nuk ka ndërtuar një proces konsultativ me gjithë aktorë, duke filluar nga prefekturët, shitet bashkiak, ekspert pushtetit lokal, shoqëri civile, qytetar, nëpërmjet formave të sondazheve apo referendumeve dhe mund të kishim një proces saktuar. E di që bëjmë formalisht me shok të shoqëritë e tyre, po flas si strukturë. Dhe kjo na ka prodhuar këtë gjë që për të cilën po flasim dhe shpresat janë që edhe mënyra se si po flitet deri në këtë moment që ne po flasim janë të tilla që të na përsëritet ajo çfarë ndodhi në 2014-2015. Së dyti, praktika e vendeve të Bashkimit Evropian, siç ju me drejtë e thatë, reforma territoriale futen në reforma të rëndësishme që kanë të bëjnë me shtetin dhe territorin e një vendi të caktuar, ndërtohen apo finalizohen 2 apo 4 vite para se ndodhin zgjedhjet, ose kur janë në prag afër të zhvillimit të zgjedhjeve, ato nuk kanë efektin në zgjedhjet që ne do kemi në 2027, por do kenë efekt në zgjedhjet e tjera. Si që aktorët jenë sa më larg konfliktit të interesit për ta kanalizuar gjithë reformën në llogaritë ngushta që lidhen me zgjedhjet e vitit tjetër. Kam frikë se edhe këtu jemi në këtë lloj etesh dhe në këtë llogarish, sepse ne nuk e kemi ndërtuar praktikën që reformat të shkopusim nga llogaritë vogla elektorale që vijnë shpejt. Mi shpres